Deponia e mbeturinave në Likove, cila përhap tym dhe ndotje të vazhdueshme, po shndrohet në një rrezik serioz për shëndetin e banorëve të Likovës dhe më gjërë. I pyetur për këtë, Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Izet Mexhiti tha se pa marrë parasysh se të kujt janë kompetencat, do t'i dalë në ndihmë komunës së Likovës në lidhje me asgjësimin e deponive të egra. Pa marrë parasysh të ingerencat e kujt janë, dhe ndihmojmë edhe komunën e Likovës, edhe qytetarët e Likovës, edhe me deponitë e egra, ndërsa sa i përket deponive regionale, të cilët kanë qenë të bllokuara, 2 kredi, pra një është nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe tjetra nga Banka Evropiane për Investim, sepse në kaluarën, domethënë më me rëndësi kanë pas se kush i udhëheq komunat, a janë të partisë të tyre apo jo, për ne më rëndësi janë qytetarët, prandaj ka zhvillim mjaft të madh, domethënë sa i përket edhe projekteve të infrastrukturës nëntoksore nëpërmjet Bankës Evropiane për Investim. Para disa ditëve, banorët u ankuan se ka persona të cilët edhe shpërngulen nga fshati për shkak kësaj deponie. Diçka të thotë ti zgjon me fletën 45 verës në zet, ti zgjon me çel xhomat. Se helmosh. Kena njerëz me haus me shkanë smut, e di që ikin jashtë katunit kur vëjnë të poshtë, kur e bre era të poshtë. Po komuna e Likovës jep, nuk jep tjerkush. Ato shka e derdhën, punëtorët e komunës. Komuna e di, se bëpi se lipët me prun bagerin me qëstat çdo ditë me pasru. Ato e fugën, o zotri, kena pa me si të tërë. Komuna e Likovës i hedh atje, por ama për djegjen. E në djegjen ajo e banë. Se mujtet me rujtën, nuk ka një ditë. 99% ajo e banë, 99%. A ndodh shpesh që të digjet ti vetë flaka kësaj deponie? Kur s'nalet. 99% e kin ndezur. Kryetari i Likovës Serkan Arifi në shtator të vitit e kaluar tha se që në vitin 2018 ka qenë në plan ndërtimi i fabrikës së riciklimit, por se kjo ide u harua. Derisa autoritetet të gjejnë zgjidhje, banorët që jetojnë afër do të thithin çdo ditë ajër të ndotur.